është materie aktive tjera, është ajo çfarë ka brenda preparati, pra. Një fungicid, çka e bën të jetë kualitativ? Është shumë e rëndësishme që spari të njihet materie aktive. Formulimi i preparatit, mënyra e përdorimit, të jetë sa më e lehtë, të ketë sa më pak pluhur që gjatë përdorimit të mos kontaminohet apo të hyjë te sistemet frymarrje tek personi i cili e përdor, edhe materia e cila e kontrollon atë sëmundje që ne po dëshirojmë me kontrollu. Prandaj përqindja e materies aktive në brenda preparatit na tregon neve se sa e kontrollon atë sëmundje, edhe na bën më të lehtë që na me menaxhu gjithmonë në preventiv, pra para se sëmundja të arrijë një fazë shumë dëmtuese në bimë. Ka diçka tjetër për fungicidet apo dalin tek insekticidet? Tek fungicidet që mundi me them është syllit ose materia aktive dodin, pra se materia aktive duhet ta respektojnë shumë më shumë. Këtë rast kemi 54 gram për litër, apo një fungicid sistemik, pra atë që ne e përmendin, pra fungicidet e bakrit din me qenë dhe janë kontaktit, kurse tek dodina është fungicid me materie sistemike, pra që ofron një mbrojtje shumë më të gjatë në bimë e cili hin përmes sistemeve të gjethës. Do me thonë edhe shkurtimisht një tregu publikut sa që të kërkoni sidomos në rastin konkret fungicide, po edhe jo vetëm këto krejt pesticidet, kërkoni me materie aktive. Në rastin konkret për shembull ti e ke syllitin në dorë, ndërsa materien aktive ka dodinën. Do me thonë i kërkoni me materie aktive, ka bakura, çfarë do lloj, do me thonë, për shkak që materiat aktive nuk ndrojnë, por ato janë formulimet bazë, bash ajo pjesa që e lufton, është materie aktive tjera, është ajo çfarë ka brenda preparati, pra. Këtë janë ndihmëse që janë mundin thjesht me u apliku çaj lloj pesticidi. Edhe emrat komercial ndrojnë. Mund me ndryshu,